E përmendë dritën, po më intereson me ditë, a ishte i dur vendimi për shkarkimin e Zekë Ramadanit, si pas teje? Ata mas mirë e din, do me thonë, qarë nuk ka shku aty. Apo kupton, edhe nëse një klub si Drita, që është njifët që i duron trenerat, na kemi pas të kalumen që i ka duru trenerat edhe kur nuk kam pas rezultate, edhe si që kemi marrë vesh nga media, do me thonë, a i shkarkim ka arë si pasoj jo i anës sportive, po ka pas krisje në raporte tjera me zveti, ose Me futbolistëve? Ose kështu do me thonë nuk po du me, po një krisje aty ka qenë, për flitet që ka pas diçka me tifoz, diçka ka pas me lejtar, si do që tjetë nuk kanë mujt me te i kalu, por që do të me thonë opinion që nuk është shkarku për punë dobët, ose nuk është shkarku për mos rezultate, por për krisje tjera që në raporte ndërnjerëzore mujnë edhe me ndodhë krisje të ndryshme. A ja vlen për ato krise me sharku trajnerin? Për dërison ndoshta edhe je në brand, tash nuk përdio në objektivat e Dritës, ndoshta kanë qenë kualifikimi ndoshta në Europa League, mirë po edhe në Ligën e Konferencës është sukses nëse kualifikohen. Duhet me qenë këtu krise këgja të ronda, këgja të thella. Na mujna me sulmu Dritën për gjithë shka, por jo për